Moderatoria shqiptare Eva Murati ka reaguar publikisht pas bujës së madhe që shkaktoi një koment i saj në rrjete sociale në lidhje me dasmën e ish-partnerit Genar Topalli. Në një reagim të hapur, Murati e ka cilësuar të gjithë situatën si një kurth të padëshiruar, ku u përfshi padashje dhe që, sipas saj, nuk i përket as pak natyrës së saj. Besoj se shumë njerëzve ju ka ardhur si bomb, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merren me deklarata të tilla. Më vjen keq për gjithë këtër, sepse rash totalisht në kurth. Prezantuesja sqaroi se gjithçka nisi pas disa provokimeve të njëpasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë, dhe për ta mbyllur çështjen, ajo dha një përgjigje që më pas u keq interpretua. Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të njëpasnjëshme, dhe për t'ia mbyllur gojën, u krijoi kjo situatë e pakëndshme. E them me bindje kurth, sepse gazetat e morën në mënyrë të njëpasnjëshme komentin, gjë që nuk kishte ndodhur më parë, theksoi Eva. Ajo shtoi se nuk dëshiron të jetë pjesë e asnjë telenovele të tillë, duke nënvizuar se jeta e saj private nuk duhet të kthehet në thashëtheme mediatike. Fatkeqësisht dhe pa dashur, u bëra pjesë e një telenovele që realisht nuk duhet të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë. Ky reagim ka ardhur si një përpjekje për të qartësuar situatën dhe për të mbyllur një herë mirë spekulimet që qarkulluan për martesën e Genarit me modelen Cindy Marina.